Kur jemi në prag të fillimit të sezonit veror, doktori ka folur edhe për alergjitë e detit, që janë të shfaqura jo rrallë, e ato janë alergjitë ndaj ujit, ndaj diellit, zallit për shkak të preparateve që aty përzihen antirreze. Alergjitë e detit është sezoni kur ne shkojmë pushime verore. Edhe tash normalisht që njëri shkon pushime edhe në sandi më i fundit që llogarit është me pas ndaj smundje ose diçka, po prapse nëse jemi të përgatitur dhe kemi diku në mendjen tonë çka mund të na ndodhë, atëherë jemi pak të përgatitur. Nëse dikush, domethënë kjo ndodh, alergjitë në det janë disa lloje, domethënë që mund të thojmë alergji. Konkretisht njerëzit ose qytetarët mundën me pas alergji në diell. Domethënë mund të ketë alergji në det, në ujë, domethënë në bimësinë e detit, në alga, në barishte të ndryshme që në det, në meduza ose në kafshë që dinë me shkaktu pickime dhe reakcione në det. Mund me pas reakcione të pacientat që janë pak më të moshuar dhe kanë terapi permanente, që kur shkojnë det, tash ndikimin e diellit nuk ka raste ku reagon persona që përdorin për shembull bana tensionit e tjera. Ose kemi raste kur kemi reakcione për shkak të ndikimit të diellit që kombinohet, domethënë zakonisht në det përdoren edhe kremat e diellit për mbrojtje nga dielli. Nganjëherë disa përbërës krema në ndikimin e rrezave të diellit mund të shkaktojnë reakcione në lëkurë. Po gjitha janë këto po tu mos përjashtohen në insekte, pickimet e insekteve, që dinë me qenë shumë bezdishme edhe shumë me aprishën dhe pushimin dikujt. Po, absolutisht. Tu fillojmë me skojat, po mos flasim për ato më të komplikuara që janë te persona të cilët kanë alergji, që është bajegi serioze, është rrezikshme, po ndoshta një temë që kërkon më shumë diskutime, ndoshta do të lëmë për darkë këto. Po, çka është shumë e rëndësishme, që po duam të cekë është persona të cilët kanë pas ndonjë rast të tillë të kaluar, veç ka duhet të konsultohet me mjekun para se me shkuën pushim, mu informu se çka pritet, çka mund të ndodhë. Atë shumë më lehtë edhe evitohet, po edhe mund të më përgatit për çka mund të pasojë edhe pas në det. Me këtë rast, doktor Astriti shpjegon se deri më tani janë jo më pak se 175 milion qytetar evropian që vuajnë nga alergjitë ndryshme, kurse sipas parashikimeve hulumtuese mund të thuhet se në vitin 2025 do të jetë gjysma e popullsisë me probleme alergjike. Ato fillon është kontakti i parë me diellin. Por ata preferohet për shembull te dielli që sa më herët me fillu mu ekspozu në diell. Mundësisht, po, kurse si nëse në det, nuk guxojnë të dalin në diell prej orës 10 deri ka ora 4 pas dite, pasi që spektri i rrezave diellit ka rreze të mira dhe rreze dëmtuese që janë për lëkurën tonë. Mi evitu ato që janë më dëmtuar, pasi që tash kemi edhe defekte të ozonit, që veç sigurisht janë të informuar dhe publiku, edhe tash filtrimin që bën shtresat e ozonit për shkak dëmtimit këtyre vrimave janë ndikimi më i madh dhe më i dëmshëm në lëkurë. Por ata preferohet personat që kanë pas alergji në diell, sa më herët para se me shkuën pushim, disa javë përpara të fillojnë dalin në balkon, në bazene diku, edhe fillojnë të marrin një ten, një ngjyrë deri në nivel, e cila do t'i mbrojë pastaj që të mos kenë reakcione. Po nëse ka nevojë, tash se ato janë individuale, nëse ka një tirazhe më të madhe, konsultohen me mjekun se si t'ia bëjmë. Gjithë në barishte të detit kemi lloje të ndryshme të algave, barishte të detit sa të shkaktojnë reakcione në trupit, në kontakt me trupin. Edhe dinë me qenë ka herë të bezdishme, dinë reakcione bajegit mëdha të mia prish pushimin dikujt, ose pickimet e meduzës. Kur nuk kërkon, domethënë nëse kanë pas raste të tilla të kaluara dhe kanë reaguar më avrollshëm se të tjerë, prapë njëjta gjë, konsultim paraprak me mjekun para se shkojnë në pushim, edhe një përgatitje se si duhet ruhen edhe në rast nevoje çka duhet përdorin në këto situata. Ka tableta, ka. Absolutisht gjitha. Absolutisht, kërkon ekson trajtimi për të gjitha. Vetëm se duhet me ditë se çka ka qenë problemi. Mjeksi problemi derisa të dim çka është problemi. Mandej ka zgjidhje.